largimi i trurit, hemoragjia trunore dhe hemoragjia rinore janë fenomenet më të rënda, plagët më të rënda të këtij vendi. Ne do bëjmë gjithçka nëpërmjet brain gainit dhe nëpërmjet programe të veçanta për të rinjtë që Shqipëria të bëhet vendi ëndrrës tyre, ëndrrës së ditës tyre. Për të rinjtë, së pari ne heqim mesataren dhe i krijojmë mundësi secilit të provojë fuqitë dhe aftësitë e tij në universitete. Së dyti, do bëjmë gjithçka për punësimin e trive, duke përdorur stimuj dhe incentiv për të gjithë ata që punësojnë të ri, duke paguar sigurimet shoqërore për një kohë, një gjë në 4 vjeçare, 5 vjeçare sipas sektorit, duke subvencionuar, duke financuar me grante start-upet e tyre, duke kredituar me kredit buta strehimin dhe çdo çift të ri, pra Shqipëria që sot është një vend ku të rinjt nuk imagjinojnë se mund të ndërtojnë ëndrrën e ditës, ëndrrën shqiptare, projektin e tyre, ne do ta bëjmë një vend plotësisht të jetueshëm, një vend ku të besueshëm për ëndrrën shqiptare. Nga ana tjetër, ne do rikthejmë. Ne kemi sot aktualisht një departament Bërgeni me djemë dhe vajza të shkëlqyer, te një ekspertizë më të lartë që jemi në komunikim të vazhdueshëm me to. Por kjo do zgjerohet dhe do bëjmë gjithçka që për një soft landing, për një zbritje të butë të tyre në Shqipëri, me një mbështetje financiare për investime, me një mbështetje financiare për strehimin e tyre, me garancira për punësimin e tyre, dhe unë jam optimist. Pse jam optimist? Sepse në vitin 2005, kur erdhën pushtet në administratën e shtetit shqiptar, kishte gjithsej 1,5% punojës të shkolluar jashtë shteti. Kur e kemi dorëzuar me 22% punojës të shkolluar jashtë shteti. Dhe pa llogaritur qindra tjerë që u kthyen në jetën e tyre private. Rikthimi i trive dhe shqiptarëve nga jashtë vendit në Shqipëri është kusht themelor për Shqipërinë madhështore dhe ne jemi të bindur se ne do realizojmë këtë duke lehtësuar 5 vite pa asnjë taks të gjithë shqiptarët jashtë vendit që do vinë të investojnë në vendin e tyre dhe me favorizime të tjera.